Është koha e intervistës së ditës. Me mua në studio është zëvendës kryeministri i parë, zotri Bekim Sali. Zotri Sali, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Këtë bisedë po e nisim me një deklaratë të kryeministrit Mickoski sot në Kuvend, i cili tha se sa të jetë ai kryeministër nuk do të ketë asnjëherë ndryshime kushtetuese. Ju si ministër për çështje evropiane, si e vlerësoni, si u ndjet sot kur e dëgjuat këtë deklaratë? Kjo është vetëm një pjesë e deklaratës së kryeministrit, e cila është e përsëritur disa herë, sidomos në rastet kur mbahen edhe pyetjet e deputetëve. Edhe unë para 2 ditësh thash se jemi të gatshëm të bëjmë ndryshime kushtetuese nëse ka disa parakushte ose disa kërkesa të cilat duhet plotësohet fotografia e përgjithshme. Dhe të njëjtën edhe kryeministri e tha, mirë po kjo është çështje e deklarimit gjysmë e zbrazët apo gjysmë e mbushët, kështu që I përmendi 2 kushte kryeministri Mickoski, tha se Bullgaria duhet t'i përfshijë edhe Maqedonës se t'i japin të drejta dhe të kërkojë garanci nga Brukseli për identitetin. Pak më rëndësishme është pjesa tjetër. A mbarojnë kërkesat e faktorëve të jashtëm për kushtet të cilat janë për Maqedoninë e Veriut që të integrohet një ditë bëhet anëtare plotë e Unionit Evropian, që besoj se janë deklaratat përsëritura disa herë, mirë po në rrethana të caktuara dhe pritet vetëm pjesë të caktuara për shpërndarje nëpër portale. Jemi mësuar të dëgjojmë Mickoski dhe eksponentë tjerë të vëmëros duke bërë kështu deklarata edhe kur kanë qenë në opozitë, por tani edhe në pushtet, por këto deklarata nuk jemi mësuar të dëgjojmë nga përfaqësuesit shqiptar nga Vleni për kushtet. Tani kështu, nëse ne duam të jemi sinqert para opinionit, duhet ta themi se kemi të qëndrim që jemi për ndryshimet kushtetuese, për neve bullgarët do të jenë pjesë e kushtetutës, do të jenë edhe kroatët, edhe gjithë nacionalitetet tjera të cilat jetojnë në Maqedoninë e Veriut dhe kontribuojnë për këtë shtet. Mirë po, është mirë të kemi edhe ndonjë lloj sinjalit të garancës se këtu mbarojnë kërkesat për të cilat janë si parakushte për integrimin e plotë të Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian. Ajo që kisha dashur ndoshta të ta shtoj edhe si pjesë për të qenë edhe më të qartë dhe më sinqert para opinionit është se Maqedonia e Veriut rrugën e saj për integrimin evropian e ka ndër shtetet me rrugë më të vështirë. Për arsye se e dini, disa herë kemi bë si shtet, flas tash jo si shqiptar. Si shtet kemi bë shpesh kompromise, pajtoshmëri mbas kërkesave të cilat janë bërë me Kombet e Bashkuara, me flamurin, me emrin e kështu me radhë. Dhe rezultatet e saj kanë qenë vetëm integrimi në NATO, që ka qenë një hap i guximshëm dhe i madh dhe i rëndësishëm për shtetin. Tani është faza tjetër për integrimin e plotë në Unionin Evropian. Mirë po, fokusi i përgjithshëm i opinionit e shoh se është vetëm te pjesa e integrimit. Kemi shumë edhe detyra tjera të cilat ne duhet t'i kryejmë si pushtet, si shtet dhe si shoqëri. Sigurisht për reformat e keni fjalën, ato nuk është që është duke i kontestuar dikush zotri Sali. Megjithatë, ajo që desha të pyes, ne punojmë paralelisht në 2 agjendat. Në fushat zgjedhore dhe gjatë gjithë kohës nuk keni folur për kushte. Ndryshohet diskursin kur hyet në pushtet. Madje keni thënë se për 3 deri 6 muaj do të bëhen këto ndryshime kushtetuese. Domethënë deklaratat fillestare kanë qenë juaj në dikasterin e çështjeve evropiane zotri Murtezani që ka thënë se për 6 muaj do të bëhen dhe se për këtë ka marrëveshje. Në parim ka pas marrëveshje që brenda 6 muajsh të kemi edhe kompromis dhe marrëveshje me anën bullgare, por nëse pala tjetër nuk ka një qeveri stabile me cilën mund të ulen dhe të bisedon për të bërë ndryshimet kushtetuese ose spaku të ulen në tavolinë, atëherë si mund të keni vetëm ju kusht kohor e pala tjetër nuk ekziston. Kjo çështje nuk varet nga Bullgaria për shkak se është kyç, është kusht nga Bashkimi Evropian, është çelësi kryesor për të filluar negociatat. Është në kornizën negociuese ndryshimet kushtetuese, atë nuk e kërkon tani me Bullgaria, e kërkon Brukseli. Janë çështje bilaterale. Çfarë duhet të presim nga Bullgaria? Është çështje bilaterale për cilën ne jemi pajtuar që duhet ta bëjmë atë hap. Mirë, por në ndërkohë shtohet edhe një kërkesë me cilën themi në rregull kushtet e integrimit në aspektin e ndryshimit kushtetues. Do t'i bëjmë, mund t'i bëjmë. Mirë, po na jepni një sqarim të vogël, a është përfundimi i gjithë kësaj. Dhe kush e keni kërkuar këtë, nga kush e kërkoni? Po gjitha palët. Për shkak se prapë duhet dalë te çështja e Bullgarisë. Ne me Bullgarinë më nuk kemi asgjë. Çështja është me Brukselin. Kjo qeveri e përsërit që nga dita e parë se do duhet të kemi një sinjal se kërkesat e huaja ndaj vendit ton
do të mbarojnë këtu, ose eventualisht le të tregojnë edhe kërkesa tjera për cilat që do t'i kërkoni Brukselit, e Bullgarisë. Brukselit dhe gjitha palëve të cilat janë të kyçura në këtë proces. Nëse çështja e integrimit është kusht vetëm hyrja e bullgarëve në kushtetutën e vendit tonë, atëherë ne duhet me anën bullgare, ndoshta mund ta zgjidhim në nivel të akademisë ose mund të ndodhë në Bullgari mos kemi edhe gjatë kohë qeveri. Nëse ka pajtueshmëri, kjo se atje nuk ka stabilitet politik për një kohë gjatë. Nuk ka stabilitet politik dhe kjo në mënyrë indirekte domosdoshmërisht duhet presim nga Bullgaria. Brukseli është ajo që duhet ne të trokasim dhe Brukseli jemi në Chelsea kryesohet pra po them është ndryshimet kushtetuese, është në kornizën e negociatave. Në Brukseli jemi në komunikim të vazhdueshëm. Unë ditën e diel udhtoj në takim zyrtar do të kem me komisarin e cila është përgjegjësi për zgjerimin, zonja Marta Kos, dhe do të kemi diskutim edhe rreth kësaj teme, edhe çështja e transportuesve, pengesat të cilat po i hasin ata, dhe tema tjera të cilat kanë të bëjnë direkt me çështjen e integrimit të vendit tonë. Zoti Sali, ju jeni zonës kryeministër i parë, derisa kishte balancues përfaqësimi i shqiptarëve sipas raporteve ka qenë 22.3% në administratë. Sa është sot numri? A ka ndryshuar përqindja? 22.8. Sipas të dhënave të fundit. Ky është numri i saktë i fundit. 22.8. Sa është sot numri? Pa balancuesin. Po flasim se numrat që flasim janë me balancuesin. Pas shfuqizimit të balancuesit, sa është numri sot? Domethënë numri i fundit i cili ka mbaruar me 31-shin 12-2025 është 22.8. Që përfshin edhe një periudhë pa balancuesin. Domethënë kap edhe një vit e gjysmë të udhëheqjes së Vlenit, pa balancuesin. Si e keni bërë ato matje kur s'ka balancues? I kemi dhënat nga gjitha institucionet shtetërore, nga gjitha. Është numër i saktë. 22.8%. Për shkak se as Ministria e Administratës nuk i ka publikuar, prandaj po pyes se punësimet nuk mund të bëhen tash për shkak të përkatësisë se ne këtë çështje e kemi. Si arritët ti zbulojni këto shifra? Është shumë e thjeshtë, janë 700 institucione të cilat është dashur ti hulumtojmë një nga një, për arsye se s'kemi sistem qendror. Ministria mund dalë me raport ndoshta mbas 3 muajsh, ndoshta mbas 4 muajsh, për nevojat tona interne e kemi hulumtuar këtë punë. Dhe të dhënat na flasin për 22.8%. Dhe sa këto respektim maksimal i balansit nacional. Ka dikasteri institucione që numri i shqiptarëve është shpërfillës. Akoma. Domethënë kështu. Nëse keni të bëni me periudhën kur shpalleshin disa vende, disa konkurse me etni të ndarë Maqedonas shqiptare kështu me radhë, ajo është koha kur ne ishim në fillim të formimit të qeverisë dhe ishin shpalljet veçma në procedurë sipër, por për shkak të zgjedhjeve ne kishim edhe ngjecje në përpilimin e numrave të saktë nga institucionet, derisa u emëruan ekzekutivi i ri, e kështu me radhë, domethënë duhet të realizojmë konkurse të parazgjedhjeve dhe mund të ketë ndodhur kjo, për shkak se ta përkujtojmë edhe opinionin edhe juve. Balancuesi nuk i kemi heqë ne, është balancuesi i hequr me iniciativë të qeverisë paraprake teknike, që është bërë në muajin shkurt të vitit 2024. Kështu që ne hasëm një situatë pa balancues, pa ndonjë garancë. Kemi folur për një balancues që është keq përdorur shumë herë. Pa garancë institucionale për realizimin e konkurseve dhe në muajin e parë të qeverisjes që ka të bëjë me qershorin dhe korikun e vitit 2024 dhe të korikut vitit 2024, domethënë në atë periudhë kishim këso konkurse ku nuk arritëm të realizojmë punësime të barabarta, për arsye se s'kishim as instrument balancues as në një instrument tjetër. Sot kemi ligj të cilin e kemi përgatitur pothuajse për atë ligj po flitet prej kohësh, por pothuajse një vit, askund nuk është ligj për përfaqësinë. Siç thot populli, kur ta bësh një punë mos e bën shkel e shko. Është paralajmëruar shumë herë, qoftë nga Mickoski, qoftë nga zotëri Arben Fetaj, qoftë nga eksponentë tjerë të qeverisë. Megjithatë ligji nuk është askund. Sa kohë duhet ligjit që nga qeveria në kuvend të dërgoni? Po ligjet nuk janë produkte që duhet t'i nxjerrim në opinion pa analizuar dhe anën negative dhe anën pozitive të saj. Nuk ka ligj ideal,
po ne jemi mundu që të përgatisim një ligj i cili do të jetë në favor të gjithë etnive të cilat jetojnë në vendin tonë. E dini se Komisioni i Venecias e shqyrtoi si propozim ligj dhe me përgjigjen pozitive maksimale si ligj i cili është bazë e shëndosh mbi të cilën mund zhvillohet edhe politikat etnike, po edhe politikat e kualitetit dhe të drejtësisë në kualitetit dhe të balansimit të nevojave administrative të shtetit. Komisionin e Venecias, atë draftin që ka ardhur nga Komisioni i Venecias, atë që e kemi publikuar, fund muajit dhjetor. Ai draft ligj jep përparësi meritokracisë përpara etnisë. Mirë po kështu, domethënë brenda ligjit. Pse nuk është aq rigoroz, sa ishte balancuar. Nëse e lexoni mirë, aty është para pa formimi një trupit i cili do të mbikëqyr procesin e realizimit të konkurseve në gjitha institucionet shtetërore, që ka të bënë me mbikëqyrjen edhe për balansimin apo për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Dhe kur do të dërgoni ligjin në kuvend? Shumë shpejt, tash është në fazën finale, besoj që brenda javës së ardhshme apo javën tjetër. Prej muajsh eksponentët thonë se shumë shpejt. Kështu, domethënë ne mundohemi ta bëjmë një veprim me të cilin nuk do të kthehemi mbrapa. Për arsye se si qeveri vlen kemi has shpeshherë në vendime qeveritare apo procedura të cilat janë marrë paraprakisht, por nuk janë kryer deri në fund dhe është dashur përsëri të shqyrtojmë ata. Puna e dyfisht merr edhe më shumë kohë dhe pakënaqësia në opinion dhe në popullat është më e madhe. Duke pas parasysh këtë faktor, jemi munduar që të bëjmë diçka me të cilën nuk do të kthehemi më mbrapa, jo ne. Gjitha qeveritë e ardhshme do të munden në bazë të asaj platforme ta zhvillojnë politikën e vet. BDI dhe opozita shqiptare kanë paralajmëruar se do të votojnë kundër këtij propozim ligji të Sali. A rrezikon të bllokohet ky ligj apo si mendoni ta kaloni, do të tentoni badenterin të siguroni njëjtë sikur me avokatin e popullit? Ne dëshmuam se kemi kapacitet edhe për badenter dhe për 2/3. Dhe jemi të gatshëm të ndëgjojmë edhe opozitën me vërejtjet e tyre, nëse eventualisht diçka pas gjithë këtyre filtrave profesionale, politike, Komisioni Venecias, nëse diçka në ka hik dhe e vëren opozita, me siguri se do të jemi të gatshëm dhe ta pranojmë si kritik apo si sugjerim për ta përmirësuar dhe ligji të jetë edhe më i mirë, që do të jetë edhe për syrin bile, edhe për syrin e opozitës të jetë i mirë. Pra ju po thoni se keni numra duke u thirrur në 2 votimet e fundit në konvent. E kemi dëshmuar se kemi kapacitet ta sigurojmë me deputetët e Levicës dhe të LSDM-s. Një do të tentoni edhe ligjin për përfaqësim ta kaloni me deputetët e Levicës? Sikur që është punuar dhe në ligje tjera, domethënë do duhet të gjendet kompromis politik për të votuar. Nuk mund të mbetemi pengi i opozitës e cila nuk është konstruktive me vetveten, fillimisht, e lënë më të jenë konstruktiv me popullatën për të pas një ligj shëndosh me të cilin i shërbejmë kombin ton, i shërbejmë edhe popujt tjerë të cilët jetojnë në vendin ton, i funksionalizojmë më mirë, e ngrisim kualitetin e meritokracisë nëpër institucione. Pra nuk po e përjashoni mundësinë që kërkoni votat edhe nga Levica. Ne do të kërkojmë fillimisht votat edhe të BDI-s, edhe zoti Ali Ahmetin do ta ftojmë publikisht që të vijë ta votojnë një ligj që është më i mirë se ligjet që i kanë votuar të kaluara. Unë besoj që do të reflektoj për arsye se është diçka që është në interes të gjithëve. Pa marrë parasysh a është në kohën e vlenit si qeveri apo është në kohën e BDI-s që ka qenë të kaluarën dhe e bëjmë ndryshime dhe shtesa. Ligjet janë materie e gjallë dhe mund të hasin edhe ndryshimin pas një periudhe kohore, kështu që nuk është diçka e fikse që do të bëhet sot dhe 20 vitet e ardhshme mos të ndryshojë. Zoti Sali, të flasim pak për zhvillimet në Vlen, çfarë po ndodh në Vlen? Bëhet a nuk bëhet Vleni? Gjithçka është në rregull, Vleni ka dëshmuar nivelin më të lartë të demokracisë brenda shqiptarëve. Nëse mua personalisht më kishit pyet vitin 2023, a mund të ekzistojë një trup i përbërën apo një koalicion i përbërën nga 4 parti dhe disa organizata tjera jo formale politike në vendin tonë, që ndoshta jam edhe në këtë rast edhe zoti Bekim Qoku, i cili është deputet i vetvendosjes në vendin tonë,
a mund të funksionoj brenda 2 viteve, 2 cikle zgjedhore, ndarjet pushtetit, emrime, lista zgjedhore kështu me radhë, unë personalisht do të kisha thënë se jam skeptik se mund të funksionon. Mirë, po sot kemi një realitet tjetër. Po bëhen 2 vite pas zgjedhjeve parlamentare. Dhe funksionimi brenda Vlenit është në mënyrën perfekte. Unë jam i sigurt se bile edhe në partitë politike brenda nuk është kjo atmosfere e bashkëpunimit. Ne kemi 2 trupa të cilat, 3 trupa në fakt të cilat funksionojnë në mënyrë të shkrirë pa logo partijake. Është Media Qendra, është Kryesia Qendrore dhe Kryesia e ngushtë e liderëve. Kryesia Qendrore është mbledhur që për reformimin Kryesia Qendrore mblidhet mbas nevojës. Domethënë kur kemi nevojë për diskutim më të gjerë, e thrasim dhe bëjmë koordinimin dhe diskutimin e çështjeve të caktuara. Takime keni zhvilluar dhe një send që është interesante vetëm thjesht për ta pas ju si informacion. Kryesinë Qendrore nuk e udhëheq askush në gjithë kohën. Nuk ka rëndësi cilin nga 4 liderët e mban mbledhjen. Domethënë mund të ndodhet 3 herë ta mbaj unë apo 2 herë ai tjetri, po pa pas nevojën që të kemi rotacion, mbajtje, mbledhjes, evidenca, kush, sa kohë, çfarë vendime. Takime keni pasur, megjithatë gjuhë të përbashkët nuk keni gjetur akoma. Të paktën kështu në opinion nuk duket se keni arritur të gjeni gjuhë të përbashkët. Lidhur me? Është pengesë çështja e figurës, liderit të partisë. Nëse mund të mas sqaroni. Po merreni vesh për liderin e Vlenit, kush do ta drejtojë Vlenin? Për shkak se pas zgjedhjeve tha se menjëherë do të intensifikohen takimet, do të bëhet Vleni megjithatë. Po kjo është e kundërta e asaj që e thoni. Unë mendoj se nuk ka shumë peshë lideri brenda Vlenit sa ka kohezionin brenda dhe nuk kemi fokusuar 100% për ta zgjidhur çështjen e liderit. Domethënë është çështje e hapur. Kanë qenë deklarata publike zoti Sali. Ne kemi thonë kanë qenë deklarata publike kur është thënë se lideri është duke u kërkuar mes Mexhidit dhe Kasamit. Kush e ka thënë këtë? Media? Vetë zoti Mexhidi. Okej, në rregull, domethënë kështu. Edhe 2 vëllezër në një familje shpeshherë kanë mendime të ndryshme dhe kjo e bën kolloritin apo pasurimin e ideve brenda Vlenit. Dhe kjo është pasuria që na mban neve bashkë, për arsye se për çdo çështje kemi disa ide, disa propozime, të cilat i marrim dhe i shqyrtojmë një nga një. Nëse unë kam një qasje për një fenomen apo për një situatë caktuar, është tjetri, i treti, i katërt. Për ju personalisht, cili do të ishte më e pranueshme për liderët të Vlenit? Kasami apo Mexhidi? Më thonë kështu, unë nuk do të flas subjektivisht çka mendoj. Jeni edhe kryetari i alternativës, prandaj nuk do të flas çka mendoj subjektivisht. Më thonë, unë e dua Vlenin që të jetë partia e cila nuk do të jetë e kontestuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare kur do qofshin ato, të hershme apo të rregullta, dhe të ketë një frymë të cilën ne kemi themeluar në fillim. Thonë, ka pas një frymë politike e cila ka qenë shpresë për shqiptarët, jemi munduar deri sot të bëjmë punë vetëm të mira, s'kemi skandale të mëdha, domethënë skandale të tipit që na dëmton imazhin neve dhe shqiptarëve në vendin tonë. Kemi dëshmuar se jemi partner konstruktiv në qeveri dhe partner edhe për ndërkombëtarët edhe për gjithë partnerët tjerë që kanë të bëjnë me bashkëpunimin politik që e kemi. Dhe uroj që cili do qoftë nga ne, besoni se e bën punën më mirë se tjetri. Ju e shihni veten si lider i Vlenit, zoti Sali? Për arsye se unë mundohem mos shifem në pasqyrë shpesh. Kështu, domethënë nuk ka rëndësi emri i liderit. Është shumë me rëndësi fryma të cilën Vleni e ka etabluar në skenën politike dhe mundohemi që kjo frymë të vazhdoj. A cili do të artikulon, shumë pak ka rëndësi. Nëse fryma e Vlenit vazhdon edhe më tutje dhe zhvillohet më tutje, më thënë, nuk kemi ne dilemat të tipit nëse e kishte thënë, ky do të thonë ndryshe, apo ky tjetri më ndryshe. Më thënë, nuk kemi këso dilema të emrit. Sot kur po flasim, Vleni është më afër bërjes një subjekti apo më afër shpërbërjes? Unë këtë çështjen e shpërbërjes disi habitim kur e lexoj nëpër portale jo formale, domethënë portale që janë fake, si dim ti emërojmë ne, dhe e kuptoj se ka ndonjë tendencë, mirë po nuk e pres këtë për shembull si tendencë të shpërbërjes, për arsye se nuk flitet për shpërbërje. Ne s'kemi fol asnjëherë a do të vazhdojmë apo nuk do të vazhdojmë. Nuk kemi ardhur bile në këtë pikë.
Dhe Vleni asnjëherë nuk ka qenë më i unifikuar. Edhe kështu? Që nga dita e parë e themelimit deri sot, me gjitha turbulencat të cilat i kemi pas politike, me largim të një subjekti politik, një lideri i cili thoshte mbas meje nuk ka më vlen, edhe sot e kësaj dite trumpeton gjithandej se nuk ka vlen. A në fakt Vleni çdo ditë shtohet edhe rritet dhe forcohet. Dhe kemi organizata të cilat nuk janë politike, mirë po nuk janë formale parti politike, të cilat kërkojnë bashkangjitjen tonë. Më thonë, nëse ne nuk e kemi hallin e funksionimit brenda dhe në bashkangjitjen tjerë, çfarë zhbërje flas? S'kemi zhbërje. Po, por nuk keni as zbërje një subjekti politik, për cilët ju vetë keni thënë, vetë liderët e Vlenit e kanë thënë se pas zgjedhjeve brenda pak muaj do të bëhet. Nuk po shohim rezultat që po bëhet Vleni. Vleni është si Vlen, po jo si subjekt politik, për cilën vetë keni thënë. Shiveni, për çështjen teknike, domethënë të marrës vulës, ajo mund bëhet nesër. Mesazhi im në opinion është çfarë Vleni duam ne në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. A mund ta bëjmë Vlenin më të mirë? Versioni i dytë i Vlenit është më i mirë se ai që kemi themelu. Me gjithë përfshirje edhe më të madhe. Edhe më shumë popullat, edhe program më të mirë të kemi, më efikas. Ti marrim mësimet nga e kaluara që kemi pas lider parti dhe kur lideri merrte një vendim të caktuar, truni i shëndosh brenda partisë heshte. Do të thonë do ta marrim këtë jemi në limitet e kohës dhe e di që keni kufizime kohore, por besoj që duhet të më lejoni deri në fund ta shpreh që kam. Fare në fund desha të të pyesja për njësitë zgjedhore, për shkak se në takimin e fundit të liderëve u ngrit çështja e një njësie zgjedhore me listat e hapura dhe me prag prej 5%. Në takim përfaqësuesit e Vlenit thanë se nuk kanë ndërtuar qendrim. Shkurt të lutem, keni ndërtuar qendrim? Cili është qendrimi i Vlenit për njësitë zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme kur do të mbahen ato? Domethënë kështu. Edhe në këtë temë për çështjen e kodit zgjedhor, gjitha versionet mund të kenë avantazhet dhe dizavantazhet e tyre. Një zonë zgjedhore me 5%. Ai përfaqësojmë pakicat. Ai jemi gjithëpërfshirës për gjitha etnitë që të jenë pjesë dhe zëri i tyre të ndëgjohet në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Janë disa kriteriume që mbas atyre kriteriumeve do duhet ta zgjedhim ne modelin më të mirë, jo në favor të atyre që vendosin sot. Pra arsye se kemi pushtet sot. Ne mund ta bëjmë modelin ashtu si duam. Po megjithatë keni diskutuar, keni ndonjë qendrim për shkak se Kasami aty tha se nuk kemi ndërtuar një qendrim si Vlen. Domethënë është procedurë që e diskutojmë për shkak se nuk ka zgjedhje. Për shkak se Ahmetin e dëgjuam që ka ndryshuar qendrim. Ahmeti nuk ka qenë kundër njësi, po. Kundër një njësi. Prandaj pyet pëse ju si Vlen tash për shkak se jeni disa subjekte që në të kaluarën keni pasur disa mendime të ndryshme për këtë çështje. Po, duke mos e shpjeguar pse një njësi. Ne nuk e dim çka ka brenda pakos, brenda idesë zë Ahmeti për një njësi. Nëse keni qenë kundër 20 vite dhe tash për një herë ndryshoni, unë kësaj më tepër i them vardisje politike ndaj VMRO dhe PMNA-s, sesa një qendrim i përpunuar mirë me argumentim se pse një njësi zgjedhore është më e mirë se versionet tjera që janë me 3, me 6 dhe me 8. Ato janë propozime që janë... Pra jeni duke diskutuar ende nuk ka një qendrim të prejtë. Mirë po, një gjë duhet ta kemi qartë. Ne nuk i kemi të kyçur diasporën në procesin e votimit. Domethënë, e kemi të kyçur de jure, por de facto e dim sa mund votojnë ata. Dhe kjo do të jetë një pikë që do ta propozojmë, edhe tash e them, edhe do ta themi në të ardhmen, që është temë që e kemi diskutuar dhe e kemi shqyrtuar si element të rëndësishëm në proceset zgjedhore, se duhet diaspora disi të votojë. A është në mënyrë elektronike apo me postë, do duhet patjetër të voton. Mos të pranohet modeli i 3 zonave në diasporë, për arsye se e dim të kaluarën, i kishim 3 zona dhe të 3 zonat neve na sollën një rezultat i cili nuk ishte në favorin tonë. Kështu që do duhet të flasim edhe për elemente të cilat kanë të bëjnë më shumë se fitimi i atyre të fortëve. Për arsye se ne jetojmë në një shtet i cili është multietnik, multikonfesional, duhet të jemi gjithëpërfshirës për gjithë, nuk ka majorizim, nuk duhet të lejojmë në majorizimi, qoftë në politikë, qoftë edhe në procese zgjedhore, dhe do të kemi konsenzus për gjitha pikat. Ashtu siç kemi funksionuar deri sot. Zoti Sali, faleminderit shumë për kohën. Unë falenderoj juve shumë. Shikues nderuar, vetëm pas pak do të vazhdojmë me informacione të tjera.